Edi Rama ka zbuluar programin e Partisë Socialiste për sportin në kuadër të agjendës Shqipëria 2030. Kryeministri solli në vëmendje investimet e bëra gjatë 3 mandateve socialiste në infrastrukturën e stadiumeve dhe pallateve të sportit në vend, si dhe premtoi vijimin e tyre. Kemi filluar procesin për pallatin e sportit, që duhet të transformohet në një pallat sporti që të jetë në gjendje të mikpres edhe finale të nivelit më të lartë ndërkombëtar. Nga ripamja e kapacitetit. Rama premtoi se në mandatin e ardhshëm do miratohet ligji i sponsorizimit, që do kontribuojë në rritjen e nivelit të sportit shqiptar. Mendoj që ka ardhur koha që të ulemi me seriozitet dhe të mbyllim dhe çështjen e ligjit të sponsorizimeve. Nuk ka qenë e lehtë për ne, për hir të vërtetës, nga ripamja financiare, por sot është e mundur. Kështu që më e mira është e gjitha përpara, them unë, dhe besoj që kështu është. Kreu i socialistëve zbuloi se po negocion që në vendin tonë të ngrihet Akademia NBA dhe tenisit botror. Jemi duke hedhur hapat e nevojshëm për të ndërtuar dhe Akademinë e tenisit, Akademinë e Rafa Nadalit, po në Durrës. Kemi filluar dhe diskutimet me NBA-n për Akademinë e NBA-t. NBA do të bëjë një akademi në rajon, edhe ju pëlqen që akademia të vendoset në Shqipëri, kanë parë edhe zonën atje, kështu që Durrësin da bëjmë se tu është një destinacion të një kompleksi akademish sportive. Kryeministri solli në vëmendje dhe mbështetjen e qeverisë ndaj sportistëve elitar që kanë mbajtur lart flamurin e Shqipërisë në evenimentet ndërkombëtare.